Plan 30 ditor mësimi. Tregtim Onineva 3. Menaxhimi i rrezikut të praktika e kontrolluar. Dita 21 rishikimi javore, statistika, fitimet humbje. Dita 21 është dita e matjes së realitetit. Këtu nuk ka supozime as justifikime. Ka të dhëna fakte dhe përfundime. Një tregtar serioz nuk ecën përpara mendjesi, por me statistika të thjeshta dhe të sakta. Qëllimi i kësaj dite është të rishikosh javën e tretë në mënyrë të strukturuar, të kuptosh çfarë funksionon dhe çfarë jo, të ndërtosh vetdije përmes fitimeve dhe humbjeve. 1. Pse rishikimi javor është i panegociueshëm. Parishikim. Gabimet përsëriten. Përparimi ngadalësohet. Vetbesimi bazohet në iluzion. Me rishikim, procesi qartësohet. Përmirësimi bëhet i qëllimshëm. Disiplinë forcohet. Rishikimi nuk gjykon, rishikimi udhëzon. Çfarë përfshin rishikimi javës së tretë? Gjatë kësaj jave ke kryer 3 veprime prove. Analizë pas çdo mbylljeje. Shkrim të gabimeve. Respektim të rregullit një veprim në ditë. Tani është koha ti shohësh të gjitha së bashku, jo veç e veç. 3. Mbledhja e të dhënave bazë. Pa ndërlikime. Vetëm thelbësorja. Shkruaj në një flet ose dokument. Numri i veprimeve. Numri i fitimeve. Numri i humbjeve. Mos i zbukuro shifrat. Mos i fshe. Shifrat janë neutrale. Ato tregojnë të vërtetën. 4. Si të lexosh fitimet dhe humbjet saktë. Fitimi nuk do të thotë se veprimi ishte i saktë. Humbja nuk do të thotë se veprimi ishte i gabuar. Pyetjet e duhura janë: a u respektuan rregullat? A ishte ideja logjike? A u vendosën kufit sakt? Nëse rregullat u respektuan, veprimi është i vlefshëm pavarësisht rezultatit. Procesi vlerësohet para rezultatit. 5. Statistika të thjeshta që duhet të kuptosh. Nuk ke nevojë për llogaritje të ndërlikuara. Mjafton të dish sa herë veprove, sa herë fitove, sa herë humbe. Nëse fitimet dhe humbjet janë të balancuara, rregullat janë respektuar, atëherë je në rrugë të shëndetshme mësimi. Qëllimi nuk është fitimi menjëhershëm, por shndrueshmëria. 6. Rishikimi i gabimeve të shkruara. Rilexo gabimet që ke shkruar gjatë ditës 18, 19 dhe 20. Pyet veten: a përsëritet i njëjti gabim? A është gabim teknik apo sjellor? A vjen nga nxitimi apo pasiguria? Gabimi i përsëritur është sinjal, jo rastësi. 7. Dallimi mes përmirësimit dhe vetkritikës. Rishikimi nuk është fajsim, nuk është dënim, nuk është krahasim me të tjerët. Rishikimi është vëzhgim i qetë, nxjerrje mësimi, përmirësim i planifikuar. Vetkritika shkatërron, vetëdia ndërton. 8. Çfarë përmirësimesh duhet të shënosh? Shkruaj qartë. Një gjë që do vazhdosh ta bësh, një gjë që do ndalosh së bëri, një gjë që do përmirësosh javën tjetër. Mos shkruaj shumë. Shkruaj sakt. 9. Çfarë duhet të bësh pas rishikimit? Mos rrit numrin e veprimeve. Mos ndrysho rregullat bazë. Mos u nxit nga një fitim ose humbje. Mos e anashkalo analizën javore. Ndryshimet bëhen ngadalë dhe me arsye. 10. Çfarë duhet arrish në fund të ditës 21? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh realisht nivelin tënd aktual. Dish ku gabon më shpesh. Ndihesh më i qetë me humbjet e vogla. Kesh plan të qartë për javën tjetër. Përfundim. Tregtari i dobët kërkon justifikime. Tregtari i fortë kërkon të dhëna. Kush rishikon me ndershmëri, përmirësohet. Kush shmang shifrat, mashtron veten.